muajin qershor kam pas problem shëndetësor, ku kam kalu një fazën e shërimit prej tuberkulozit. Atë kam fillu me terapi diku 16 ditë terapinë sa është sipas drejtave, sipas shëndetësisë. Mandej diku prej muajit 6 kam fillu edhe me mu aktivizu në sport. Javët e para, më thonë muaj i parë ka qenë shumë i vështirë për arsye që terapia ka qenë shumë e rëndë. Domethënë në 16 ditë kam përdorur veç antibiotik, kam pas probleme me pjesën kam shtu disa kile, diku 15 kg kam qenë plus. Edhe akon gjithçka për mua qenë diçka e re që nuk kam ditë kur sigurt ako më mujt më kthy në erën sport edhe në formën që jam qenë përpara. Edhe pyetje për doktorave ku i kam bërë, asnjëherë s'jam qenë sigurt me ta jap një përgjigje definitive nëse më kthy ose jo. Edhe dikur u qenë edhe në pyetje nëse edhe ka qenë në pyetje edhe karriera jame nëse a mundet të vazhdoj ajo ndonjëherë. Po të pas vullnetin se kam pas edhe ja kam filluar më 6 muajve më përgatit. Muaj i parë më thonë se qenë shumë i vështirë, mbas e pjesa janor do qenë edhe më i vështirë për arsye që edhe mod e dim Kosovë modi sa është i ftoftë edhe kam pas rekomandimet prej doktorëve që mos më dal në jashtë me vrapu, po vetëm pjesën diku brenda. Unë kam shfrytzuar pjesën e fitnessit këtu në sport center, po apet ka qenë shumë e vështirë se këtë kohën kam pas probleme me muskuj, lodhjet muskujve. Mandej në muajin shkurt e kam marrë një kamp në Madrid. Atë ku kam udhëtuar Madrid kam ndonjë diku 3 javë det, atë kam domethënë forma jame prej 10% që ka arrit diku 90%, ka ndryshuar sistemi trupit, edhe jam qenë shumë shumë motivuar, se pjesa janarit ka qenë që u qenë edhe pikpyetjen nëse po duam të vazhdojmë sportin ajo ose me lëlon deçat, domethënë deçat pjesë edhe më përfundu gjithçka. Po Madridi më ka jap shumë vetbesim, ka jap më ka rimbush një farë forme, si mënyrë psiqike, si mënyrë fizike, edhe fill mandej kam vendosur që me sfidu veten në ngorën time të parë. Qëllimi jam mas Madridi ka qenë që diku mas muajit maj me fillu me gara, po duke po formën time që në Madrid arrita një performancë shumë të mirë. Arrita që në Trikala vrapova me datën doke 16 mars ka qenë gara jam e parë, mas rikthimi, diku mas 9 muajve, ku atje kam arrit me dali dyti, me një kohë shumë mirë, më thonë 1 orë 10 minuta. Ka qenë konkurrencë fort, ku deri 10 kilometra 10 bashkë me atletin grek. Në fakt edhe atleti grek më ka ndihmuar gjatë gorës shumë, aty duke më japë, domethënë këtë kohën tu kena punu bashkë për me përfundu gorën, edhe në fund unë jam qenë shumë i lumtur domethënë me rezultatin që kam arrit. Mandej fill mas me datën 23 mars kam vrapu në Malta. Edhe në Malta kam arrit me dali dyti, edhe atje ka qenë një konkurrencë më thonë shumë e fortë, është gara ndër gara më prestigjioze në Malta. Edhe kam arrit që me dali dyti, ka qenë gara shumë e fortë, konkurrencë e fortë. Po më thonë jam shumë i kënaqur me, domethënë duke marrë në periudhë kam kalu, tash jam shumë më thonë i kënaqur. Javën tjetër, domethënë këtë javë garoj në Berat në 10 kilometra. Mas Beratit domethënë është qëllimi jam kryesor edhe është kampionati evropian që do të përfaqësoj Kosovën për të parë për mua është me marrë pjesë në një kampionat evropian. Do të garoj në 21 kilometra. Edhe atje pres me bu më të mirën për vetes time gjithmonë, edhe që me pru një rezultat shumë të mirë, edhe pse jo më thy edhe një rekordin e Kosovës. Pretendimet e mia janë shumë më shumë. Tash jam duke punuar edhe me trajner nga Turqia, në trajner të huaj. Kam marrë edhe disa oferta jena duke shpërtu disa oferta nga jashtë, tash ta shohim me kalimin e kohës që shpesin në procedurat. Një pjesë tjetër të kampeve do të vazhdojnë prej fund muajit prill ose fillimit muajit do të vazhdojnë në Etiopi ose në Keni. Do të vazhdoj edhe diku 2 muaj ditë kampe, mandej edhe na presin edhe gara të era. Domethënë na presin shumë punë përpara.